kur fuqitë perëndimore njohin një shtet palestines inekzistent, në kundërshtim me realitetin e mos ekzistencës së tij. Çështjet kryesore të kolonizimit vazhdueshëm hebre-izraelit, marrja nën kontroll e Jerusalemit lindor dhe bregut perëndimor, terrorizimi palestinezëve autokton atje, pa përmendur luftën gjenocidale në Gaza, shtyhen në plan të dytë. Në ditën e përpjekjeve franceze dhe saudite, lufta nuk është më kthimi i tokave palestineze të kolonizuara nga hebrejt, ose ndalimi i pogromeve të vazhdueshme në bregun perëndimor të pushtuar. Përkundrazi, është drejtimi i gjitha përpjekjeve ndërkombëtare, përfshirë këtë konferencë të turpshme, drejt sigurimit të njohjes së një shteti inekzistent, vlerëson Masad. Samiti i këtij muaji nuk është përpjekja e parë për themeluar një shtet palestinez. Më 22 shtator 1948 u themelua në Gaza Qeveria e Gjithë Palestinës, APG, dhe shpalli sovranitetin mbi gjithë Palestinën e mandatit. Në praktik, ajo mund të vepronte vetëm në atë që u bë rripi i Gazës, pas themelimit të kolonisë izraelite në majin e mëparshëm dhe pushtimit nga Izraeli të gjysmës së territorit që plani ndarjes i OKB-s e kishte caktuar si shtet palestinez.